Okej, duhet ju tregoj diçka. Nuk e di si ka ndodhur, por jam zgjuar në mesjet. Seriozisht. Shikoj e këtë vend. Jam në një fshat mesjetar. Dhe e di çfarë është më e çuditshmja? Nuk ka ujë normal. Duhet ta marrësh vetë në burim. Edhe për mëngjes, mos prit ndonjë gjë si në kohët tona, vetëm bukë dhe kaq. Dhe për punën, nuk ka pushim. Nuk ka punë nga shtëpia. Këtu punon gjithë ditën, vetëm për të mbijetuar. Edhe njerëzit këtu më shohin sikur jam e çuditshme, sikur nuk i përkas këtij vendi. Dhe ndoshta kanë të drejtë. Por një gjë duhet ta pranoj. Është shumë qetë. Nuk ka telefon, nuk ka zhurmë, por me kalimin e kohës, kjo qetësi fillon të lodhë. Dhe jo, nuk është aq bukur sa duket në video. Ndoshta ka diçka të bukur në këtë qetësi, por sinqerisht nuk e di nëse do mund të jetoja kështu gjatë. Po nëse i gjithë brezi ynë do të kthehej këtu, a do ta përballonim vallë? Sepse ne nuk jemi mësuar me këtë jetë, pa telefon, pa teknologji, dhe prap, dikur njerëzit kanë jetuar kështu çdo ditë.